Krahasim, hyrja në besim. Për të hyrë në besimin islam, mjafton të përsëriten dy fraza, duke i shqiptuar ato me vëmendje dhe me bindje absolute, me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirëplotit. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, Zotit të vetëm, dhe se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij. Për të pranuar në shkollën shiite, të cilën antarët e saj e konsiderojnë si përfaqësuese të besimit autentik, është e nevojshme të shtohet edhe shprehja: dëshmoj se Imam Aliu është pasuesi i profetit. Sipas Islamit, Zoti ia fal të gjitha mëkatet e mëparshme secilit që hyn në besim. Profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: ai që bën vepra të mira, pasi e ka pranuar Islamin, nuk do të ndëshkohet për asgjë që ka bërë në të shkuarën e tij, ndërsa ai që vazhdon të bëjë të këqija, pasi e ka pranuar Islamin, do t'i jap llogari për gjithçka që nga fillimi e deri në fund. Në katolicizëm, për të hyrë në besimin katolik, është e nevojshme të pagëzohesh nga një prift, i cili shërben si ndërmjetësues i Zotit. Vetëm besimi nuk mjafton. Në judaizëm, hebrej quhet vetëm pasardhësi i një nëne hebreje. Këtu nuk përfshihet besimi. Detyrat rreth profetëve. Zoti u kërkoi njerëzve që ta dëgjonin dhe ta pranonin mesazhin e profetëve, meqenëse ata kanë folur në emër të tij. Nëse nuk do t'i pranonim këto mesazhe, atëherë do të duhej të jepnim llogari para Zotit për dëshminë tonë. Në judaizëm, sipas testamentit të vjetër, ku Zoti i flet Mojsiut, Zoti thotë: unë do të nxjerr për ta një profet nga gjiri i vëllezërve të tyre, dhe do të vënë në gojën e tij fjalët e mia, edhe ai do të thotë atyre të gjitha ato që unë do t'i urdhëroj. Edhe do të ndodhë që nëse dikush nuk i dëgjon fjalët e mia, që ai thot në emrin tim, unë do t'i kërkoj llogari. Në katolicizëm, testamenti i ri i Biblës pohon se ishte pikërisht Jezusi, profeti i premtuar në ato vargje. Në të thuhet se kushdo që nuk i kushton rëndësi atij profeti, do të shkatërrohet në mes të popullit. Pendohuni pra, dhe ktheuni që të shlyen mëkatet tuaja, dhe që të vinë kohët e flladit nga prania e Zotit, dhe ai të dërgojë Jezu Krishtin që ju ishte predikuar më parë juve, të cilin qielli duhet ta mbajë deri në kohën e ripërtritjes të gjitha gjërave, për të cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së gjithë profetëve të tij të shenjtë që nga fillimi i botës. Vetë Mojsiu, në fakt, u tha etërve: Zoti, Perëndia juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga mesi i vëllezërve tuaj. Dëgjojeni në të gjitha gjërat që ai do t'ju thotë. Dhe do të ndodhë që kushdo që nuk do ta dëgjojë atë profet, do të shkatërrohet në mes të popullit. Në Kur'an, Zoti thotë: kujto kur Allahu mori beslidhjen nga profetët dhe u tha: çfarëdo që t'u jap prej librit dhe urtësisë, kur t'ju vijë një i dërguar, vërtetuesi i asaj që ju është dhënë, padyshim që duhet ta besoni dhe ta ndihmoni atë. A e pranoni këtë edhe barrën që po ju ngarkoj? Ata u përgjigjen: e pranojnë. Allahu u tha: bëhuni dëshmitar, se edhe unë bashkë me ju jam dëshmitar. Kurse ata që i shmangen detyrës pas kësaj, me të vërtet janë të këqinj. A mos kërkojnë ata diçka tjetër përveç fesë Allahut, ndërkohë që atij i përulen të gjithë ata që gjenden në qiell dhe në tokë, me hira me pahir, dhe tek ai do të kthehen të gjithë? Thuaj, o Muhammed, ne besojmë Allahun, atë që na është shpallur neve, atë që i është shpallur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit, Esebatëve, 12 bijve të tij, dhe në atë që i është thënë Musait, Isait dhe profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë asnjë dallim midis tyre, dhe ne vetëm atij, Allahut t'i përulemi. Kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do të pranohet, edhe ai në botën tjetër do të jetë i humbur. E si t'ju udhëzoi Allahu në rrugë të drejtë njerëzit që u bën mohues, pasi më parë patën besuar e dëshmuar se i dërguari është i vërtet edhe u kishin ardhur provat e qarta. Allahu nuk ju udhëzon në rrugë të drejtë ata që janë keqbërës.
mallkimi i Allahut, i engjëjve dhe i mbar njerëzve është shpërblimi i tyre. Ata do të jenë përherë nën peshën e dënimit të mallkimit. Vuajtjet nuk do t'u lehtësohen dhe nuk do t'u jepet afat pushim, përveç atyre që pas kësaj pendohen e përmirësohen, se Allahu është falës i madh, mëshirëplot. Vërtet, atyre që mohojnë pasi patën besuar dhe pastaj e shtojnë mohimin e tyre, nuk do t'u pranohet pendimi kur janë me shpirtin në gryk. Pikërisht, këta janë ata që kanë humbur.